Përfundimi të të gjithë dëshmitarëve në rastin e krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në dhomat e specializuara në Hag, ekipet e mbrojtjes kanë pasur afat që deri më sot 2 dhjetor t'i paraqesin provat e tyre për këtë gjykim. Avokatët e Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit tani më kanë afat që deri më 16 janar të vitit të ardhshëm të paraqesin dosjet gjyqësore përfundimtare, afat që vlen edhe për prokurorinë e specializuar. Për hapat e më të tjeshme të gjykimit ka folur zëdhënësi i dhomave të specializuara, i cili ka treguar se kur pritet vendimi final për gjykimin më të madh në Hag. Deklaratat përmbyllës janë planifikuar të mbahen nga 9 deri me 13 shkurt 2026. Pas kësaj trupi gjykues do të mbyllë çështjen gjyqësore dhe do të fillojë fazën e kuvendimeve për lëshimin e aktgjykimit. Aktgjykimi duhet të shqiptohet brenda 90 ditësh pas mbylljes së çështjes gjyqësore. Nëse rrethanat kërkojnë zgjatje të mëtejshme të afatit, ai mund të zgjatet për 60 ditë shtesë. Sipas Doyle, në bazë të afateve ligjore, vendimi final mund të merret më së largu në muajin maj të vitit 2026, pa u përjashtuar mundësia që ky vendim të shtyhet edhe më shumë. Se ky gjykim është shoqëruar me shumë parregullsi dhe shkelje, e thot drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj. Sipas tij, si prokuroria ashtu edhe trupi gjykues, në shumë raste janë treguar të njëanshëm. Bazë asaj që e kemi parë në bazë të asaj që thojnë, do të thotë parimet, standardet ndërkombëtare të cilat Republika e Kosovës, Kushtetuta e Kosovës e ka për obligim të zbatojë në mënyrë të drejtë për drejtë, është e pakuptim që tani më kur të gjithë dëshmitarët kanë dhënë të thotë dëshmit, kur kanë mbetur fjalët përfundimtare, kur kemi pasur një qasje shumë miqësore të 4 të akuzuarve ndaj tërë procesit, ku të gjithë kanë shkuar vullnetarisht atje, është e pakuptim që të njëjtët do të thotë nuk janë liruar tani më në liri për të pritur verdiktin përfundimtar, pa pasur nevojë të priten të thotë shkurtë fjalët përfundimtare. Gjatë gjykimit në rastin e Thaqit dhe të tjerëve, shumica 134 dëshmitarëve që dhanë dëshmi në sallë të gjyqit dëshmuan plotësisht ose kryesisht në seancë publike. Thaqi, Veseli, Krasniqi e Selimi ndodhen në qendrën e paraburgimit në Hag tash e 5 vjet, të cilëve nga atëherë u është vazhduar paraburgimi çdo 2 muaj. Në disa raste u janë ndaluar vizitat nga të afër me bashkëpunëtor, derisa ka pasur ankesa nga të akuzuarit edhe për trajtimin e tyre në paraburgim.